Përshëndetje të nderuar shikues, nisi me njëherë po mburtoi edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në radio televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të njihni e trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të keni mundësi të ndihni. Qeveria ula afat bizneseve të vetë deklarojnë mallin deri më datën 31 dhjetor, shkelet premtimin në terren vijon ndërkohë sekuestrimi. Bien prangat e policisë 4 të rinj shpërndanin drogë në shkollat e kryeqytetit. Komisioni i Venecias nis më 24 tetor shqyrtimin e draftit të reformës në drejtësi, do të prezantohet nga kryetari i komisionit të posaçëm Fatmir Xhapaj. Kroacia hap kufirin me Serbinë për emigrantët, vendimi pas alarmit të UNHCR-s e konsideroi të tmerrshme situatën e krijuar në Ballkan. Jajaga pret liderët e majorancës në Kosovë, Mustafa e Thaçi deklarojnë se nuk ka krizë, por dhunë nga opozita. Nisi me lajmin e parë, qeveria shkel premtimin, grupet tatimore në terren vjojnë sekuestrimin e mallrave të bizneseve dhe pse Ministria e Financave kishte njoftuar se deri më datën 31 dhjetor ata nuk do të kishin asnjë penalitet, por duhet të nxitonin të bënin vetë deklarimin e mallit. Kjo nuk ka ndodhur dhe në të gjithë vendin nga veriu në jug janë sekuestruar me qindra biznese. Të gjithë tatim paguesit që kanë gjendje mallrash pa faturë, të cilat ata e ribëjnë deklaratën deri në datën 31 dhjetor 2015, u hiqet penaliteti dhe u hiqet ndjekja penale. Sipas asaj që tha Ministri i Financave, deri në datën 31 dhjetor nuk do ketë konfiskime, por deri në 30 dhjetor duhet të bëjnë vetë deklarimin dhe të deklarojnë që e kanë mallin në gjendje. Brenda nuk do konfiskohet. Ta kanë ardhur dhe sot po konfiskojnë. Vendimi i Ministrisë së Financave nuk po zbatohet për bizneset e vogla dhe malli i tyre pa faturë po sekuestrohet. Ky fakt konfirmohet edhe nga burimet zyrtare në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Sipas tyre, afati është lënë kryesisht për bizneset e mëdha që kanë sasi të konsiderueshme malli dhe duhet kohë për evidentimin e tyre. Ndërsa bizneset e vogla duhet të bëjnë sa më shpejt vetë deklarimin e mallit për të mos u kapur nga kontrollet e radhës së tatimorëve. Pasi malli që kapet pa faturë konfiskohet, ashtu siç edhe po ndodh. Qeveria ka asur vështirësi të reja edhe në shlyerjen e detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit, një objektiv kryesor i qeverisë. Autoriteteve të financave u duhet të shlyejnë edhe 30% të shumës së vënë në dispozicion në 2 muajt e mbetur të vitit, që tregon se ritmet janë të ecë ngadalta. Zbatimet e vendimeve të gjyqësorit në lidhje me shpronësimet mbeten pika më e dobët e këtij procesi. Qeveria është me vonesë këtë vit në shlyerjen e detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit. Të dhënat e fundit e Ministrisë së Financave tregojnë se për periudhën 8 mujore janë shlyer vetëm 14.4 miliard lek nga 20 miliard parashikuar për të gjithë 2015-ën. 2 muaj e gjysmë përpara mbylljes së vitit buxhetor, plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura është realizuar në vetëm 72%. Ecuria ka qenë më e mirë për sa i përket pagesës së detyrimeve të punimeve në infrastrukturë dhe detyrimeve tatimore, ku pjesën më të madhe zë rimbursimi të VSH-s, dhe më ngadalt në shlyerjen e faturave të vendimeve gjyqësore, shpronësimeve të tjerë, për të cilat plani është realizuar rreth 69%. Shlyerja e detyrimeve të prapambetura ndaj biznesit ishte një angazhim politik që qeveria Rama e mori që në fushat elektorale. Fillimisht, zotimi ishte për pagesë të totalit të shumës prej rreth 500 milionë euro që në vitin 2014 dhe më pas strategjia e pagesave u shtri për 3 vjet. Ndërkaq, në këto 2 vjet që ka nisur pagesa e borxheve, efektet në ekonomi nuk janë ato të pritshme. Kredit me probleme nuk kanë pësuar ulje të ndjeshme, ndërkohë që bizneset nuk kanë krijuar likuiditetin e mjaftueshëm për të investuar, për shkak të borxheve që kanë te njëri tjetri, kryesisht në rrugë informale. Fermerët shqiptar kritikojnë nismën e qeverisë që ata të pajisen me kartën e fermerit, sipas së cilës duhet i dërgojnë produktet e tyre tek pikat e grumbullimit. Disa tregtar thonë se karta nuk i lehtëson as pak pasi mallrat e tyre blihen në çmim mjaft të ulët në këto pika, në raport me çmimin që e shesin vet. Regjistrimi i fermerëve dhe pajisja e tyre me kartë është një ndër qëllimet e operacionit anti-informalitet i cili ka nisur në datën 1 shtator, por si e vlerësojnë një nismë të tillë vetë fermerët? Shumë prej tyre i friksohen faktit se nëse regjistrohen do të paguajnë më shumë taksa, ndërsa disa të tjerë vlerësojnë të panevojshëm një proces të tillë. Fermerët shprehen se marrja e kartës do t'i vlente vetëm për të shitur prodhimet e grumbulluesi, dhe kjo nuk është gjëja e duhur për ta në një kohë që po punojnë për bukën e gojës.
Tregtarët thonë se nuk kanë asnjë leverdit i dërgojnë produkte në qendrat e grumbullimit për shkak të çmimit të ulët. Jeni regjistruar si fermere se kanë kërkuar që të regjistroheni në mënyrë që dhe t'ju mbështesin? Kinë pse të regjistrona ne mund ton ta shesim vetë, se tregtari e do me 100 lek. Ne ç'o do morim ne? Asgjë s'morim. Të paktën atë çik fitim ta morim për vete. Oj gja, ne pingjejmë për ditë, po këto është rompall hasabi se ne s'kina bukë më hajmë shpej. I kam shpej stajma më majtë kalamat. Po kush kapti mojë tregtarët këtë, a i shapti gjithë rrugën tregtarë. Fermerët mund të regjistrohen pranë drejtorive të bujqësisë në rreth dhe më pas marrin kartën e fermerit, në bazë të së cilës mund të shesin prodhimet me faturë të grumbulluesi. Në bazë të ligjit, tregtari i shumicës paguan TVSH për produktin dhe rimbursohet nga shteti. Zyrtarët e Ministrisë së Bujqësisë i kanë bërë thirrje fermerëve që të formalizohen, pasi nuk do të kenë asnjë kosto apo penalizim. Ndërkohë që fermerët, të cilët kanë një xhiro deri në 5 milion lek të reja në vit, janë të përjashtuara nga çdo taksë. Policia e Tiranës ka arrestuar 4 persona pasi akuzohen se shpërndanin lëndë narkotike në shkollat e kryeqytetit. Sipas bluve të kryeqytetit janë sekuestruar 51 doza kanabis sativa. Në pronësi të arrestuarve si edhe një automjet tip Golf me cilin u thonin të rinj që shpërndanin lëndën narkotike nëpër shkollat e Tiranës. Pranga kanë përfunduar Endrit Gjini, 25 vjeç, Gerti Mamani, 38 vjeç, Franco Ujka, 22 vjeç, Marigel Mehmeti, 27 vjeç. Ata u kapën në flagrancë duke shpërndar kanabis pranë shkollës Demokracia. VMC mbete në qeri 7 arrestuarit me 700 kg kanabis në zonën e Ish-Kënetës në Durrës. Prokuroria akuzon 2 prej biznesmenëve të arrestuar si financues të rrjetit të trafikimit të lëndës narkotike, ndërsa 2 biznesmen të tjerë akuzohet se bënin transportimin e drogës brenda vendit, por edhe drejt Italisë. Gjykata e krimeve të rënda në Tiranë ka lënë në burg pa afat 7 arrestuarit me 700 kg kanabis, që u gjet në një laborator droge të zbuluar në zonën e Ish-Kënetës në Durrës. I pari që hyri në sallën e gjyqit ishte biznesmeni nga Shkodra Bejto Kotaj, i cili akuzohet nga prokuroria si financues i këtij rrjeti të trafikut të drogës mes Shqipërisë dhe Italisë. Pas tij në sallën e gjyqit ka hyrë pronari vilës Dykatëshe në zonën e Ish-Kënetës në Durrës, Iqmet Pashollari. Vila në pronësi të tij është kthyer në një laborator të përpunimit të lëndës narkotike, që sigurohej në malsinë e Shkodrës dhe të Kryes. Ndërkaq djali i tij Valter Pashollari është ende në kërkim. Një tjetër biznesmen i akuzuar si financues i këtij rrjeti është edhe 40 vjeçari Ajet Sula nga Tirana. Ndërkaq 2 biznesmenë të tjerë, Festim Xhelilaj dhe Pajtim Braçaj, akuzohen si transportues të lëndës narkotike brenda dhe jashtë vendit. Ndërkaq Babe Bir Qerim dhe Lufti Xeka, sipas prokurorisë, janë kultivues të drogës në zonën e Kryes. 7 arrestuarit akuzohen për krijim të grupit të strukturuar kriminal dhe trafikim të lëndëve narkotike. Arrestimi i tyre erdhi pas bashkëpunimit të 3 policive, Durrësit, Tiranës dhe Shkodrës, dhe u finalizua me sekuestrimin e 700 kg kanabis. Prokuroria kishte nisur hetime 3 muaj më parë dhe kishte vënë në përgjim antarët e kësaj bande, çka çoi edhe në zbulimin e biznesmenëve të rëndësishëm të përfshirë në këtë rrjet trafikimi. Raportet e organizatave ndërkombëtare që shtrin aktivitetin e tyre edhe në Shqipëri japin të dhëna shqetësuese për trafikimin e të miturve. Sipas Save the Children, Shqipëria është vend origjine për trafikimin e fëmijëve dhe duke ju referuar statistikave zyrtare, vetëm për vitin 2013 janë riadresuar 94 fëmijë të trafikuar. Pas raportit që u publikua në Britani për viktimat e trafikimit, ku të miturit shqiptar zinin vendin e dytë, edhe organizata ndërkombëtare që veprojnë në Shqipëri, Save the Children e UNICEF, japin të dhëna në raportit e bëra më herët për nivelin e këtij trafiku. Raporti Save the Children evidenton se pavarësisht se qeveria po bën përpjekje në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, vendi ende nuk përmbush standardet minimale për të frenuar këtë fenomen. Strategjia kundër trafikimit 2014-2017 parashikon përmirësime në këtë aspekt dhe vendos Shqipërinë në listën e vendeve në vazhdim. Shqipëria është një vend origjine për trafikimin e të miturve që nga viti 2007, si për qëllime seksuale, ashtu edhe për shfrytëzimin për punë të detyruar. Por cilat janë vendet potenciale ku trafikohen të miturit shqiptar? Për qëllime seksuale të miturit trafikohen gjërësisht në Europë, duke përfshirë Shqipërinë, Greqinë, Italinë, Maqedoninë, Kosovën, Belgjikën, Norvegjinë, Gjermaninë, Zvicrën, Irlandën dhe Britaninë. Raporti referohet të dhënave të Ministrisë së Brendshme në 2013, në cilën raportohet se 94 të mitur nga Shqipëria janë riadresuar, 27 prej të cilëve janë strehuar në qendrat rezidenciale publike
ndërsa 67 marrin mbështetjet nga organizatat jo qeveritare. Po përveç trafikut për qëllime seksuale, Save the Children thotë se trafikimi për shfrytëzimin e të miturve për punë mbetet në nivele shqetësuese ku më të rrezikuarit janë fëmijët e komunitetit rom. Trafikimi bëhet në vende fqinje si Greqia dhe Italia. Nisur nga këto të dhëna, Save the Children dhe UNICEF rekomandojnë institucionet të ndërmarrin hapat e nevojshme për të ofruar mbrojtjen e duhur të miturve. Komisioni i Venecias bën pjesë e punës së tij reformën në drejtësi të përmbledhur në një dokument voluminos të dorëzuar nga ekspertë shqiptar dhe të huaj të angazhuar në komisionin e posaçëm. Në kalendarin e punës, komisioni parashikon që në datën 24 tetor drafti i kryereformës në Shqipëri të prezantohet nga kryetari i komisionit për reformën në drejtësi Fatmir Xhafaj. Ndërkohë, opinionet e PD-s për 53 amendamentet e ekspertëve do të merren në shqyrtim në sesionin e dhjetorit. Reforma në drejtësi hyn zyrtarisht në agjendën e Komisionit të Venecias. Komisioni Evropian për Demokraci përmes ligjit ka përfshirë në sesionin e 104 edhe ndryshimet kushtetuese të propozuara nga grupi ekspertëve të nivelit të lartë të Komisionit të posaçëm për kryereformën e Shqipërisë. Ky është kalendari i punimeve të komisionit, ku parashikohet që në 24 tetor, kryetari i këtij komisioni, Fatmir Xhafaj, të prezantojë paketën me 53 amendamente me fokus integrimin evropian dhe drejtësinë. Amendamentet janë hartuar nga ekspert, vendas dhe të huaj. Propozimet janë protokolluar në Komisionin e Venecias që më datën 9 tetor, dhe ato pasqyrohen edhe në faqen zyrtare të këtij komisioni. Opinionet e Partisë Demokratike janë depozituar në komision, por burime pranë selisë blu thanë se publikimi i tyre në faqen zyrtare pritet të bëhet brenda këtyre 24 orëve, duke konfirmuar se ato do të merren në konsiderat në sesionin e dhjetorit. Në agjendën aktuale të Venecias, njoftohet gjithashtu se komisioni do të ftohet të shqyrtojë me synimin për miratim një projekt opinion mbi ndryshimet për reformën në drejtësi në Shqipëri në sesionin e vet të dhjetorit. Opinioni i Komisionit të Venecias duket se do të jetë prova që duhet të kalojë klasa politike për vullnetin real të realizimit të reformës në drejtësi. Palët deri tani i përmbahen qëndrimit se për pikat që nuk bien dakord do të pranojnë variantin e këtij institucioni. Dy liderët e majorancës në Kosovë, Sa Mustafa dhe Hashim Thaçi, kanë deklaruar pas takimit me presidenten Atifete Jahjaga se vendi nuk është në krizë institucionale dhe as politike, por ka përpjekje të dhunshme të opozitës për të penguar institucionet. Opozita ka pranuar të zhvillojë nesër takimin me presidenten, por ka deklaruar se nuk heq dorë nga protestat. Presidenti e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka zhvilluar për rreth një orë një takim me krerët e qeverisë, Sa Mustafa dhe Hashim Thaçi. Në mbledhje është diskutuar mbi situatën e vështirë politike që po kalon vendi. I pranishëm ishte edhe kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, si dhe kryetarët e grupeve parlamentare të dy forcave politike. Pas takimit, kryeministri Sa Mustafa u shpreh se vendi nuk gjendej në një krizë, por se opozita po bën një përpjekje për të penguar funksionimin normal të institucioneve. Në Kosovë nuk kemi krizë parlamentare, as krizë politike. Kemi tentim për të penguar funksionimin normal të institucioneve dhe atë me masa dhunshme. Në të njëjtën linjë me Mustafën ka qenë edhe kreu i PDK-s, Hashim Thaçi, i cili ndër të tjera deklaroi se qeveria do të mbështesë iniciativën e presidentes Jahjaga, si dhe çdo përpjekje për dialog me opozitën. Ne mbështesim iniciativat e presidentes Jahjaga për dialog në mes të spektrit politik kosovor. Minjëherë pas takimit ka reaguar edhe opozita. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Visar Ymeri, ka deklaruar se zgjidhja e krizës mund të vijë vetëm përmes tërheqjes së qeverisë nga marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë dhe Malin e Zi. Pra kërkohet që qeveria e Republikës Kosovës, më saktësisht kryeministri i Kosovës, të tërhiqet nga marrëveshjet të cilat i kanë nënshkruar me Serbinë dhe atë për demarkacionin me Malin e Zi. Presidenti e Kosovës ka thirrur në një takim edhe përfaqësuesit të opozitës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë bërë me dije se një ftesë e tillë mund të pranohet, por qëndrimi i tyre nuk mundet kurse si të ndryshojë. Situata në Kosovë pas dy seancave të ndërprerura për shkak të gazit të sjellës të hedhur nga opozita që kundërshton marrëveshjen për Zajednicën mbetet e tensionuar. Presidenti Jahjaga takoi sot liderët e partive në pushtet, ndërsa nesër ka thirrur ata të opozitës. Ndërkaq, ambasadori amerikan në Prishtinë paralajmëroi izolimin e Kosovës nëse nuk gjendet një zgjidhje demokratike. Sonte në turnajt ilvatare në orën 21 do të diskutohet për këtë çështje me kreun e Vetëvendosjes Visar Ymeri dhe analist nga Prishtina. Ndërsa Albin Kurti, i cili do të jetë pjesë e emisionit, paralajmëron protesta mbar popullore në rast se nuk anullohet Zajednica.
nuk jemi duke I blokuar Kuvendin e Republikës, por zajednica na blokon Republikën, prandaj edhe ne kemi sjellur protestën brenda Kuvendit. Do të vazhdojmë me këtë protestë brenda Kuvendit dhe me aksione simbolike në për qytetet e komunat Kosovës, drejt protestave, demonstratave gjithë popullore, çështja e zajednicës së Serbisë brenda Kosovës dhe pazarit të demarkacionit me mal zi që na I merr 9.000 hektarë së paku, nuk janë çështje për të cilat ne mund të negociojmë as më pak të lëshojmë be. Prandaj zgjidhja është rruga e jonë e drejtë me qëndrueshmërinë tonë të pakompromis përgjatë saj. Pas alarmit që dha UNHCR-ja qetësisë të tmerrshme situatën e migrantëve në Ballkan, Kroacia ka vendosur të hapë kufirin e saj me Serbinë, por situata mbetet kaotike për ata që përpiqen të hyjnë në Sloveni, ku mijëra migrantë mbeten të bllokuar pasi autoritetet pranojnë të kalojnë vetëm 2500 klandestinë në ditë. Kroacia ka riapur kufinë e saj me Serbinë për të lejuar kalimin e azilikërkuesve. Vendimi u mor pas alarmit që u dha nga Agjencia e Refugjatëve e Kombeve të Bashkuara. Zëdhënësja e kësaj agjencie, Melita Sunjic, deklaroi se rezervat ushqimore dhe medikamentet ishin në prag të shtërimit, ndërkohë që temperaturat po ulen dhe rreshtit e shiut po intensifikohen. Sipas saj, refugjatët përngjajnë me një lumë gjigant prej njerëzish dhe në rast se rryma do të ngushtohet diku, me siguri që do të ketë përmbytje. Ky vendim I autoriteteve kroate vjen pasi afro 3000 migrantë ndodheshin të bllokuar pranë fshatit serb Berkasovo në kushte mjaft të vështira. Por situata vijon të mbetet kaotike për emigrantët që po tentojnë të kalojnë në territorin e Slovenisë. Qeveria e këtij vendi ka bllokuar kufinë duke lejuar vetëm 2500 persona në ditë që të vijojnë drejt Europës. Disa ditë më parë, në të njëjtin vend kalonin afro 10.000 refugjatë brenda 24 orëve. Kryeministri I Kroacisë, Zoran Milanović, I ka bërë thirrje qeverisë slovene që të riapë kufinë, duke thënë se bllokimi I kalimit nuk mund të bëjë gjë tjetër veçse të përshkallëzojë krizën. Rikthehemi në lajmet nga vendi. Qeveria pritet të kalojë së shpejti për miratim draftin e ri për çështjen e pronës në Shqipëri. Projekti parashikon disa afate në lidhje me kompensimin financiar deri në 10 vjet, ndërsa I lë kohë 3 vjet Komisionit të Kthimit të Pronave që të shqyrtojë 9000 çështje të mbetura në këtë institucion. Ora News pyeti avokatën e shtetit për këtë çështje, e cila është pjesë e task force-s për pronat, të ngritur vetëm pak kohë më parë. Në mbledhjen e ardhshme të qeverisë pritet miratimi I draft ligjit të ri për kthimin dhe kompensimin e pronave. Në një intervistë për Ora News, avokatja e shtetit Alma Hicka deklaron se ligji ka për synim të japë zgjidhje përfundimtare problemit me pronarët. Në dijenin time, drafti, domethënë, është paraqitur nga Ministria e Drejtësisë javën e kaluar në Këshillin e Ministrave. Kjo do të thotë që nëse nuk do të kaloj në këtë mbledhje të qeverisë, do të kaloj në mbledhjen e ardhshme të saj. Pra është diçka shumë e shpejtë. Sipas avokatës së shtetit, janë 26.000 vendime të njohura për kthim apo kompensim të pronave. Për pjesën e kompensimit, fondet janë parashikuar të ndahen më këste për pronarët gjatë viteve të ardhshme. Ligji I ri I paraqitur, draft ligji I ri synon pikërisht këtë. Synon që 26.000 vendime të cilat për 20 vite kanë mbetur në letër, t'u jepet një vlerë ekonomike dhe të filloj pagesa e tyre në këste për 10 vite rresht me radhë. Ekzekutimi 26.000 vendimeve do të bëhet nga Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ndërsa ky institucion në bazë të ligjit të ri do të ketë 3 vite kohë për të shqyrtuar 9000 dosje që presin aktualisht në sirtaret e këtij institucioni. Lulzim Basha ka deklaruar nga Lezhë se opozita shumë shpejt do të ketë gati paketën e shpëtimit për ekonominë, nëse refuzohet nga majoranca, tha Basha, do ta zbatojmë me forcën e qytetarëve. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha është ndalur në takim me biznesin e Lezhës, ku është njohur me situatën e vështirë me të cilët po përballen kryesisht gjatë muajve të fundit. Malli nuk e kanë marrë në lokal, po e kanë marrë në shtëpi, në magazin, se e kam pas dislokuar, se e kam pas mbyll biznesin për arsye se nuk ecën puna. Lezhë është rreti më I diskriminuar, qytet rreti që ka marrë në bazë metave katrore bujqësore më pak subvencione në gjithë rrethet shqiptare. Basha tha se situata ku po operon sot biznesi është e rënduar për shkak të politikave që ndjek qeveria. Ai prezantoi platformën e opozitës në ndihmë të biznesit, duke vendosur taksën e shesht me 6% në thelb të reformës së demokratëve. Për biznesin e vogël, ne parashikojmë rritjen e kufirit deri 120 milion lek të vjetra dhe parashikojmë 4 shkallë tatimore, 4 apo 5 shkallë tatimore që fillojnë me 100.000 lek në vit të vjetra dhe mbajnë me 600.000 lek në vit po të vjetra, për xhiron maksimale për 120 milion lekësh. Për biznesin e madh,
vendosja e taksës shesht 9%, pra rënja apo ulja me 6% e nivelit aktual të taksës. Përbashkë shqetësim nuk është vetëm vizioni që qeveria aktuale ka për biznesin, po edhe klima me të cilën po përballet gjeneratori kryesor i ekonomisë shqiptare. Prej ditësh, kreu i opozitës ka nisur një turë takimesh në të gjithë vendin në kuadër të artimit të platformës që demokratët do prezantojnë para qytetarëve në zgjedhjet e 2017-s. Agjencia e Legalizimeve ka reaguar pas akuzave të Partisë Demokratike për atë që cilësohet si skandal me tenderat, duke cilësuar të pabaza. Nga ana tjetër, PD ka dorëzuar në prokurori të gjithë dokumentacionin që sipas Selis Blu vërteton akuzat e bëra publike prej saj. Kreu i Aloiznit Artan Lame është vënë sërish në shenjestër të akuzave nga Selia Blu për afera me tenderet për matjet e bëra. Në një deklarat për media, deputeti demokrat Gen Strazimiri tha se kriteret e tenderit ishin vendosur në mënyrë që të paracaktohej fituesi. Lamja, që nuk linte vend pa dhënë mendimin e tij të vyer, duke nisur që nga kangjillat e presidencës e deri tek pllaka në Kalan e Lezhës, ka disa ditë që ka humbur. Për 1.5 milion dollarët në fjalë nuk ka asnjë mendim. Aloizni nga ana tjetër ka hedhur poshtë akuzat e Partisë Demokratike me pretendimin se tenderi së cilit si referohet Selia Blu nuk është për prokurim konsulence, por për shërbime. Vazhdojnë t'i bien të njëjtës teneqeje me 3 pyetje rresht duke thënë tender për konsulencë, ndërsa në fakt është tender për shërbime. Evidentim, matje në terren, plotësimi dozës së subjektit. Mjaft që zoti Strazimiri të referohet ligjit të prokurimit publik për të bërë dallimin midis shërbimit në terren dhe konsulencës në përbot. Procedurat e prokurimeve si dhe matjet në terren janë bërë ditët e fundit objekt debati mes Aloiznit dhe Partisë Demokratike, e cila e ka çuar këtë çështje edhe në prokurori. Demokratët kanë dorëzuar një dosje që sipas tyre vërteton se një nga drejtoreshat e Aloiznit i ka dhënë tenderin 65 milion lek bashkëshortit të saj. Rikompozimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pritet të zgjojë sërish interesin politik për shkak se 2 përfaqësuesve të tij, Klement Zguri të Partisë Republikane dhe Lira Jorgaqi të PS-s, ju përfundon mandati. Burime pranë 2 kampeve politike thanë për Ora News se nuk do të zgjidhen emra të rinj, duke konfirmuar se Zguri dhe Jorgaqi do të vijojnë detyrën pas rizgjedhjes në postet që kanë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve brenda pak ditësh do jetë në qendër të diskutimit politik për shkak të përfundimit të mandatit të 2 anëtarëve. Në bazë të kodit zgjedhor, anëtarët të Partisë Republikane Klement Zguri dhe Lira Jorgaqi të Partisë Socialiste u përfundon mandati më 1 nëntor dhe pas kësaj date u takon 2 partive politike të propozojnë në kuvent emrat e rinj ose të ripropozojnë po këta 2 anëtarë për të vijuar punën. Burime pranë socialistëve dhe republikanëve bëjnë me dije për Ora News se procesi do të jetë thjesht procedurial, pasi të 2 anëtarët e institucionit më të lartë zgjedhor do të rikonfirmohen në detyrën e tyre. Përfaqësuesi republikanë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe ajo e Partisë Socialiste, ndryshe nga kolegët e tjerë, gëzojnë mandate 3 vjeçar, pasi të 2 kanë zëvendësuar 2 anëtarë të cilët ishin emëruar me një mandat të tillë. Klement Zguri trashëgoi mandatin e përfaqësuesit të Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilian Muho, ndërsa Lira Jorgaqi mandatin e Albana Shtyllës, e dorëhequr nga ky institucion, e cili aktualisht mban postin e sekretares së përgjithshme në kuvent. Në 12 vjetorin e lumturimit të humanistes shqiptare Nën Tereza, kryeministri Edi Rama u ndaj në vlerat e vullnetarizmit. Ai tha se ndjej krenar për origjinën e saj. Për ta kthyer vullnetarizmin në kulturë, qeveria shqiptare pritet të hartojë së shpejti një ligj të posaçëm. Në sheshin Shën Pjetër në Vatikan, në 19 tetor të 2003-shit, Papa Gjon Pali II shpalli lumturimin e Nobelistës së Paqes Nën Tereza. Nga ajo ditë sot kanë kaluar 12 vite dhe lumturimi Anjëze Gonxhe Bojaxhin me vendim të qeverisë është kthyer në festë kombëtare. Në aktivitetin organizuar në këtë rast, kryeministri Edi Rama u ndal tek rëndësia e vullnetarizmit, duke u shprehur se përfitimi prej tij është i madh. Është fjala për qenë vullnetar për një kauzë madhe apo të vogël, po në thelb çdo kauzë që i shërben qoftë dhe njeriu vetëm është e madhe sa vetë njerëzimi. Jemi sidoqoftë thirrur të mbartim për kushtimin dhe vetmohimin që rezaton në madhështi figura dhe rruga e Nën Terezës. Iniciativat vullnetare në vend ende nuk janë kulturë dhe për të shndruar si të tilla, qeveria shqiptare do të hartojë një ligj të posaçëm. Në këtë ditë të përkujtimit Nën Terezës, mund të bëjmë sadopak nga puna e saj gruaje të madhe, që e bëri të njohur vendin tonë në gjithë rrezullin, duke nisur së bashku një punë të thjeshtë, atë për ligjin e vullnetarizmit.
Anjëze Gonxha Bojaxhiu lindi në Shkup më 26 gusht të vitit 1910. Humanistia e njohur shqiptare është fituese e çmimit Nobel për paqen në vitin 1979 për kontributin dhe përkujdesin e saj për njerëzit në nevojë. Kryebashkiaku i Firit, teksa ka ndjekur procesin e pastrimit të shtratit të Janicës, ka deklaruar se bizneset buz Janicës do të ishte më mirë të mbyleshin në periudhën e rreshjeve. Sipas kryeqytetarit të Firit, kjo është një mënyrë për eduktimin e zëmeve në rast vëshimit të lumit. Bizneset që ndodhen anës Janicës në Fier duhet të mbyllen në dimër si një mundësi për të minimizuar dëmet nga përmbytja. Kjo është zgjidhja që jep kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi pas situatës së krijuar në qytet nga përmbytjet prej lumit. Disa nga tregjet që funksionojnë buz lumit Gjanica dhe ku rreziku i përmbytjeve është evident, ndofta do ishte mirë që në periudhën e dimrit mbylleshin dhe të mos funksiononin. Dhe kjo do të shpëtonte në radh parë jetën e njerëzve, do të shpëtonte edhe të gjitha të mall apo ato sende që ata shesin dhe sigurisht pastaj do të minimizonte edhe gjithë dëmet që mund të shkaktohen nga ky proces. Pas kalimit të fazës së emergjencës dhe asaj të evidentimit dhe konstatimit të dëmeve, grupet e kontrollit pritet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës që do kaloj për miratim në Këshill Bashkiak. Më pas vendimi do i kalojë qeverisë e cila do përcaktojë shumën e dëmshpërblimit ose kompensimit që do marrë çdo familje apo biznesi prekur nga përmbytjet në Fier. Një blog lajme shkurt ju njeh me disa zhvillime të tjera. Gjykata në Belgjik ka shtyrë seancën gjyqësore ndaj deputetit shqiptar Mark Froku. Shkak për këtë vendim, sipas avokatit të deputetit Kristian Demokrat, është bërë mungesa e prokurorit të çështjes. Prokuroria e nivelës në Belgjik e akuzon Mark Frokun për vrasjen e shqiptarit Aleksandr Kurti në vitin 1999. Forumi ushtarakëve Euroatlantik ka përgatitur një paketë propozimesh për reformën në drejtësinë. Nën kryetari Andrea Çupa thotë se shtylla kryesore janë kufizimi i mandatit për krerët e partive, si dhe reforma zgjedhore. Ministri i Bujqësisë Edmond Panaliti premtoi heqje të taksave të naftës për sektorin e peshkimit gjatë një takimi me peshkatarët e Durrësit. Ministri njoftoi dhe ngritjen e markatës së peshkut dhe investimin e një kantieri riparimi për anijet e peshkimit. Në ditën e lumturimit të Nën Terezës, kryebashkiaku Erion Velia i ka përuruar ambientet e reja të çerdhes numër 59, Kosulkuqja në Kodër Kallmëz. Investimi prej 28 milion lekësh u realizua në kuadër të nismës Adopto një çerdhe. Kjo nismë, sipas Veliajt, do të shtrihet edhe tek kopshtet dhe shkollat. Dhe tani një lajm nga sporti, klubi i futbollit Partizani ka reaguar në një deklaratë për shtyp për të mos lejuar sposimin e ndeshjes së dy kryesuesve, Skënderbeu Partizani, më shumë se 24 orë, të kujt deklarojnë se çdo vendim tjetër do të konsiderohet si cënim i integritetit të garës. Reagon klubi Partizanit lidhur me shtyrjen dhe spostimin e programit kalendarik për ndeshjen e javës së 8 të kategorisë superiore midis dy skuadrave kryesuese të tabelës. Klubi Partizanit nëpërmjet një shkresë zyrtare i kërkon Federatës Shqiptare të Futbollit dhe sektorit garave që takimi i Partizanit Skënderbeu i vlefshëm për javën e 8 kategorisë superiore në futboll të zhvillohet ditën e diel në datë 25/10/2015. Bazuar në kalendarin e publikuar nga sektori garave, ndeshja lart përmendur rezulton të jetë parashikuar për të zhvilluar ditën e shtunë, datë 24/10/2015. Nga ana tjetër, duke marrë në konsiderat parashikimet e rregullore së veprimtarisë futbollistike sezoni 2015-2016, jemi të vetëdijshëm për angazhimet e FK Skënderbeut në kompeticionin ndërkombëtar UEFA Europa League dhe mundësitë për shtyrjen e ndeshjes ditën e diel, datë 25/10/2015. Klubi Partizani bën me dije se nuk do të pranojë asnjë kërkesë për shtyrje tjetër të ndeshjes nga ana e FK Skënderbeut, përveç sa është parashikuar në rregulloren e lartë përmendur. Çdo vendim tjetër që bie ndesh me këto parashikime do të konsiderohet si cënim i rënd i integritetit të garës. Klubi Partizani shpreson të gjejë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin për kërkesën e bërë nga ana e institucionit më të lartë të futbollit.